Kapitulli 3, vargu 1 tek brana filla, lexojmë: por gjarpri ishte më dinako ndër të gjitha bishat e fushave që Zoti Perëndi kishte krijuar. Dhe i tha gruas: a ka thënë me të vërtet Perëndia mos hani nga të gjithë pemët e kopshtit? Vetëm me një pyetje e nisi djalli gjithë. Vetëm me një pyetje, a ka thënë me të vërtet Perëndia? Në fakt Perëndia atë gjë për njeriu kur fillon me këtë lloj fare dyshimi në jetën e vet, në mendjen e vet, futet çdo lloj armiku i mundshëm në historinë e njeriu. Neni t'ja ilustroj. Një ditë, në mëngjes një çift, burr e grua, ishin shumë mërzitur me njëri tjetrin. Por më e bukur ishte se ata e bënin rrugën bashkë. I hypnin autobusit dhe shkonin në punë. Gruaja zbriste pak më përpara, burri në stacionin tjetër. Edhe zakonisht ata uleshin gjithmonë bashkë në vendet e para. Dhe atë ditë burrin hypi pari, asnjëri se ishin të mërzitur me njëri tjetrin, asnjëri prej tyre nuk po fliste. E ndërsa shkuan, erdhi autobusi, hypën autobusit, burri nuk shkoi se ai hyri parë, nuk shkoi që të ulej në vendin e parë, në vendin e tyre si zakonisht, po ul në fund. E ndërkohë që gruaja ulet, edhe ajo nuk u ul tek vendi që uleshi gjithmonë, por në një vend tjetër. E ndodhi që as rrugës, ndërsa toni, dikush i foli kësaj gruas, i bëri një kompliment. Sa gjopi lezetshëm. Faleminderit. Të shkoka shumë. Faleminderit. Edhe ky zotëria, burri pra që e shikonte gjithë këtë ngjarje. Edhe në moment erdhi kaloi ai që kalonin atë kartën që kanë pagesën ose me kesh. Ky ofroi që ti paguon rrugën, ti paguon për 10 lekë. Këtë histori po e tregonte vetë. Ishte le të themi në vetën e parë që e tregonte burri. Edhe unë thaj që i shikoja gjithë këtë që po ndodhet, ë. Pastaj biseda u ofrua, domethënë, u zgjat pak më shumë, siç duket po merrte rrugën e miqësisë le të themi. Edhe burri që i afrohet stacioni gruas dhe i thotë gruas, shikoj. Kur të zbresë se lutem mos harro pak Meri, vajzën. Edhe kjo që i kthehet Meri. Domethënë me çudi që kush është Meri? Shiko, mos harro ta marrësh edhe mos harro ti blesh dhe ato çfarë ajo kërkon. Po. Edhe pastaj u ndaloi autobusi, edhe zbresin. Edhe kjo i thotë, "Ma kam zemër." Djalja. Kush është Meri? Meri është vajza jonë e ardhshme, apo të vini, po nuk ishte Meri. Edhe ndërsa po e tregonte këtë histori, vetë kuptoi, ky burri tha, "Shikota, nëse do t'i lësh vend djallit, armiku do të hyjë dhe do të shkatrojë çdo gjë që është e jotja. Atë që ti konsideron më të mirë, atë që konsideron më të shëndetshme, më të shenjtë, më të fortë, edhe atë ta shkatron, nëse ti nuk e ruan, nëse ti nuk e mbron." E njëjta gjë është dhe me mendjen tonë. Pra nëse neve lejojmë, kudo që të jetë, nëse neve lejojmë diçka tjetër që të hyjë në mendjen tonë, në zemrën tonë, atëherë neve jemi në të lashë. Po të shikojmë në vargun 6, dhe gruaja pa që pema ishte e mirë për të ngrënë, që ishte e këndshme për syt, dhe që pema ishte e dëshirueshme për ta bërë të zgjuar dikë, dhe ja mori nga fruti i saj hëngri, dhe i dha edhe burrit të saj që ishte me të dhe hëngri dhe ai. Atëherë u hapën sytë të dy. Nuk ndodhi kur ajo hëngri, por masi hëngri burri, atëherë u hapën sytë. Disa mendojnë pse mori Adami dhe hëngri nga fruti. Ai ishte për shkak se nuk do të t'i kthente llafen gruas, mos ja bënte ndysh. Apo ishte me të vërtetë diçka që si themi që Zoti, ose më falni, fruti, siç thuhet dhe për gruan, ai ishte i dëshirueshëm. Adami në këtë moment e kishte hulur gjitha hekrat mbrojtëse. Edhe kur Zoti e pyeti, ku je? Nuk pyeti grua. Se po të shikosh vargu 10, vargu 10 përgjigjet, dëgjova zërin tënd në kopës dhe pata frikë sepse isha lakurik dhe fshehur. Dhe Zoti përsëri thotë, kush të tregoi se isha lakurik, mos vallke nga pema që unë të kisha urdhëruar më saj? Njeriu u përgjigj, gruaja që ti më vure. Kujt i kërkoi Zoti llogari? Adam. Pra, mbrojtësit që ruan, atit i kërkoi llogari. Edhe pastaj llogaridhënia nuk do të thotë që gruas nuk i kërkoi llogari, po llogaridhënia vazhdon. Edhe dënimi sipas shkallës, le të themi sipas shkallës përgjegjësisë u dha. Por ama dëmi u bë. Dëmi u bë se në mendjen e njeriu tashmë hyri dyshim, tashmë hyri frika. Se pikërisht tek vargu 10 thotë, dëgjova zërin tënd në kopës dhe pata frikë sepse isha lakurik dhe vështirë. Pata frikë. Dyshim, frikë. Dy nga armiqt kryesorë që hyjnë në mendjen tonë, në zemrën tonë. Dyshim që në marrëdhënie, a mos po shkon andej, a mos po shkon, frikë se po nuk më pëlqen më, shkon në bisha, e më thot fat. Në çfarë do lloj marrëdhënie?
Edhe kjo dëmton. Ti me mendjen tënde, ti e bëre betejën. Zaka në trunin tënd vazhdon edhe lufton. Edhe çfarë ndodh është që ti tashmë ke hapur dyer edhe aty ka hyrë kush dush. Pra i ligu ka hyrë. Ka zënë vend. Pra armiku më i madh i Joni mund të bëhet mendja jon. Ajo çfarë neve e kemi më të fortë, atë çfarë neve stimulojmë, që mund të stimulojmë trupin ton, që të na japin energji pozitive, negative. Këti e keni ndjerë këtë, domethënë, ndjenjën e frikës. Kur ti je në qetësinë tënde, në vendin tënd të qetë, ti pa pritur dëgjon një zhurmë. Po zhurmë që të tram. E keni vënë re se si reagon trupi juaj? Se çfarë është ajo? Pra ti zgjedhësh që të dalin djelës të ftohta. E çfarë për shembull, aq shumë të errën sa u bëhet që të shkoj në banjo. Edhe shumë gjëra me radhë. Por kjo ndodh për shkak të mendjes tonë. Se truri jon tha danger, rrezik, kujdes. Edhe ti trupi reagon pra dhe i stimulon adrenalin, frikën në trup, në organizmin tënd dhe bën që ti të kesh atë lloj ndjeshmërie, atë lloj ndjenje në trupin tënd. Pra, për shkak të mendjes, pra truri, mendja jote, i thot trupit prodho pikërisht këtë gjë, se jemi në rrezik. Por imagjino, nëse ti do të jesh i qetë. E keni vënë re për shembull, ka ndodhur që vrini njerëz në shtëpi. Një nuk e gjon. Edhe rrin qetë dhe ti shikon. Po nisë të gjon? Asa të ndodh për ne. Të ndodh. Dikush e ndjen, por amet më thon për me. Dhe kom buri të mirë të gjithë. Po mirë, po ideja është që trupi reagon te kjo pjesë. Pse po ndodhin gjitha këto gjëra? Sepse në mendjen tonë ka hyrë gjërat mishore. Pali te Galata si thot, dhe veprat e mishit janë të zbuluar dhe janë kurorshkënia, urvëria, ndurësia, shturja, idhujtaria, magjia, armiqësimi, grindjet, xhelozit, mërit, zënkat, përçarjet, tarafet, smira, vrasjet të dehurit, dytësia. Dhe gjërat e ngjashme me këto, ali thot, ka po më shumë, po dhe të gjërat e ngjashme me këto, për të cilat po ju paralajmëroj sikurse ju thash edhe më parë, se ata që i bëjnë këto gjëra nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë. Pra nëse neve lejojmë dyshimi, frikën në mendjen tonë, të gjitha ligësitë marrin rënj, marrin fuqi dhe bëhen të gjalla. Të gjitha gjërat pra, e ndyra, e liga, ligësia, merr jetë, merr fuqi dhe bëhet e gjallë në jetën tënde. Edhe pastaj kanë vepër. E di çfarë thotë Jakobi? Ajo thotë çfarë është e pamendueshme bëhet e mendueshme. Dhe ajo çfarë është e mendueshme bëhet e bëshme. Pra, merret në konsideratë për vepra. Qofshin të mira, qofshin të këqija. Ashtu siç na vijnë idetë edhe për gjëra të mira që neve duam të përmirësohemi në jetën tonë, qoftë për sjelljen tonë, qoftë gjithashtu edhe për edhe për të mirat tona materiale, ashtu vijnë dhe idetë e liga. Thuhet një histori indiane, me këta indianë të Amerikës. Thotë që në trupin tënd, në qenien tënde janë dy ujë. Ujku i bardhë dhe ujku i zi. Ujku i bardhë simbolizon që neve do ta lexojmë që kemi edhe frytin e frymës, simbolizon të mirës, dashurinë, mirësinë, zemërbutësinë e gjitha këto. Ndërsa ujku i zi simbolizon të keqen edhe gjitha lekësitë, punët e mishit që apo lexuam. Edhe duke bërë këtë gjë, ujku që fiton më shumë, ose ujku që merr në kontroll mendjen tënde, qendjen tënde, është ai ujk që neve ushqejmë më shumë. Ndodh që njerëzit ndonjëherë pa pritur e pa kujtuar bëhen vartës të diçka. Për shembull, vllai im nuk mbahet mend, domethënë mbi le të themi mbi 10 vjet mund ta ketë pirë duhani. Ndodhi tani po bën ja 3 vjet, e vendosi do ta le duhan. Po kështu, me spat, se disa thonë që nuk lihet, nuk e le dot. Me spat, do ta le. Edhe çfarë kishte i prishi, edhe që ditën tjetër vendosi që të shkonte në palestër. Edhe sot e kësaj dite nuk e di. Pra, besojmë, edhe besohet, që nëse ti ke vullnet dhe disiplinë për të bërë diçka, ti mund ta arrish ta bësh. Fryti i frymës, të mirat që fryti i frymës nuk e thot në numër shumë, se thot në numër 1, se është si thua është paketë, është plot. Janë të gjithë. Është dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja,
mirësia, besimi, zemërbutësia, vetëkontrolli. Pra të gjitha këto gjëra shkojnë bashkë. Po ta vëmë re, ky varg fillon me dashurinë. Edhe thot dashuria. Edhe pastaj vazhdon të tjerat, edhe po ta shikosh, dashuria është ajo që i mban të gjitha. Dashuria të fal gëzim, dashuria të fal paqe, dashuria të fal durim, të kesh të dëshirosh të mirën, të jesh mirëdashës, edhe të ofrosh mirësi, besim, zemërbutësi dhe gjithashtu edhe vetëkontrol. Kjo është forca e dashurisë. Ky është dhe fryti i frymës. Nëse këto vihen në praktikë, edhe nëse neve si thua, i njeftojmë trupit ton, mendjes ton, pikërisht të gjërë. Pra duhet një luftë, edhe në fakt është një luftë, është dhe një betejë që ndodh çdo ditë. Po të shkojmë së bashku tek Efesianët kapitulli 6. Efesianët 6, fillojmë me vargun 10. Për çfarë betet vëllezërit e mi? Forcohuni në Zotin dhe forcën e fuqisë së Tij. Vishni gjithë armatimin e Perëndisë që të mund të qëndroni kundër kurseve të djavullit. Dhe vargu 12 na thotë që betejë e vërtetë është një betejë që është shpirtërore, nuk është mishore, siç neve luftojmë. Sepse betejë jo nuk është kundër gjakut dhe mishit, por kundër principatave, kundër pushteteve, kundër sunduesve të botës së errësirës të kësaj epoke, kundër frymërave të mbrapshta në vendet qiellore. Neve si njerëz, në marrëdhëniet tona fizike, shoqërore, miqësore, neve gjithmonë dhe shumë të pakët janë ata njerëz që duan shoqërinë, miqësinë të sinqertë. Kjo ndodh sepse neve kur ka hyrë dyshimi, kur ka hyrë frika, kur ka hyrë xhelozia në mendjen tonë, në trupin tonë, në qenien tonë, ndodh që njeriu ka atë ambicien e keqe që nuk dëshiron që dikush të shkojë më mirë, të bëhet më mirë se të tjerë. Edhe nëse nuk arrin dot, nuk e bën dot vet, mjafton ka ajo likësia ka hedhur rënj shumë në qenien e tij sa edhe ai thot mos shkoj përpara. Edhe ai mos të bëhet mirë. Tek Efesianët na thuhet, po të vazhdojmë në vargun 13, prandaj do të merrni të gjithë armatimin e Perëndisë, që të mund të rezistoni në ditën e mbrapsht dhe të mbeteni në këmbë pasi të keni kryer çdo gjë. Qëndroni fra të fortë, duke patur në i brezin e së vërtetës, të veshur me palzmoren e drejtësisë dhe duke mbathur këmbët me gatishmërinë e ungjillit të paqes, mbi të gjitha, duke marrë mburojën e besimit me të cilën mund të shuani të gjitha shigjetat e zjarrtat të ligë. Merrni edhe për krenaren e shpëtimit dhe shpatën e frymës që është fjala e Perëndisë, duke u lutur në çdo kohë dhe me çdo lloj lutje dhe përgjerimi në frymën, duke ndenjur zgjuar për këtë qëllim me çdo ngulmim dhe lutje për të gjithë shenjtorët. Sa e rëndësishme është dhe sa e dobishme është që neve të armatosemi me gjën e duhur. Sepse nëse neve nuk jemi të armatosur pikërisht me gjën e duhur, neve do të jemi dhe larg së vërtetë. Kjo do të na largojë neve nga ajo çfarë ne kemi më shumë nevojë. Në fakt, marrëdhënia me Perëndin është si ajo marrëdhënia jon prind-fëmijë. Vjen një moment, vjen një kohë që prindi pranon që kaq unë mund të bëj me fëmijën. Dhe unë nuk mund ta kontrolloj atë më shumë. Na thuhet brezi së vërtetës, dhe e vërteta na ruan që të mos dorëzohemi tek besimet e botës. Po të krahasojmë këto besime dhe veprat, besimet tona dhe veprat tona me fjalën e Zotit, na jep një ide se sa e rëndësishme është dhe kush është e vërtetë. Mburoja e besimit. Besimi është të jesh i sigurt që Perëndia do i mbaj premtimet e tij. Besimi në Zotin të mbron kur ti tundohesh dhe dyshon. Por gjithashtu edhe për krenarja e shpëtimit. Vendos helmetën e shpëtimit duke besuar që Jezusi vdiq për mëkatet tona dhe u ringjall përsëri. Ajo helmeta e besimit është një lloj sikur si ushtarët që shkonin në luftë dhe me atë helmetën mbronin kokën e tyre. Helmeta për ne për krenarja e shpëtimit, kjo është ajo krenaria jon që na mbron mendjen tonë, kokën tonë, që neve jemi të shpëtuar. Sepse një nga sulmet e mëdha që djalli na bën është që na thotë ju nuk do të keni përjetësi. Ju do të vdisni gjithsesi. Edhe çfarë mundohesh kot, çfarë lodhesh kot, ti kaq vlen. Ti mendon se Zoti do t'ja di për ty e kështu gjëra më të liga të mundshme që mund na sulmojnë. Pasmorja e drejtësisë. Drejtësia është të jesh i sinqert, i mirë, i përulur, i drejtë me të tjerët dhe të mbrosh me të dobët. Pikërisht që neve këtë lexuam edhe tek Galatasi 5. Ungjilli i paqes, pra na bën që të shkojmë tek të tjerët dhe të ndajmë fjalën e Zotit, lajmin e mirë me të tjerët.
por gjithashtu na ndihmon edhe ne që të jemi në rregull me Zotin, të jesh i kënaqur në kohë të vështira dhe në kohë të mira, se kohë të mira normalisht që je i kënaqur. Jezusi tha paqebërësit janë të bekuar, janë dhe ata që do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë. Edhe e fundit, shpata e frymës është fjala e Perëndisë, fjala e Zotit, është arma jonë e sulmit. Po të shikoni dhe të shkoni vetë tek tundimi i Jezusit. Jezusi në shumë raste përdor shkrimin, përdor fjalën e Perëndisë. Një nga tundimet që djalli i bëri tha, unë në gjumë, më adhuro mua dhe unë do të fal gjithçka. Edhe Jezusi që thot, është shkruar thot adhuro Atin Perëndin tënd. Dhe djalli duke e dëgjuar Jezusin që përdori shkrimin tha, gjithashtu është shkruar. Sidhu tha nga kjo, tha dhe Zoti do të dërgojë angjëjt e tij tha që ti të shpëto. Jezusi përsëri tha, gjithashtu është shkruar që mos e tundo Zotin Perëndin ta. Neve jemi kaq shumë të bekuar dhe kemi kaq shumë të thuash vlerë edhe armë sulmuese që ne ta sulmojmë djallin, po për nuk e di në momentet jo ta sulmojmë në kuptimin që të fitojmë neve vetë personalisht, sepse djalli është një nga thuhet që në Bibël thuhet që ai ishte një nga angjëjt me atë hierarkinë më të lartë të mundshme. Qëllimi pra i ynë si të krishterë duhet të jetë ky, që të mbajmë atë zgarrin e besimit tonë ndezur, sepse është shumë e rëndësishme që jo vetëm që neve ta rrethojmë veten tonë me njerëz të tillë, por edhe t'i ruajmë ta njerëz. Ashtu siç ne zgjedhim me familjet tonë. Po flasim le të themi për ata njerëz që duan të ndërtojnë dhe të ruajnë familjen dhe vlerësojnë familjen. Unë zgjedh që të jem me partneren time dhe s'ka tjetër. Dhe nuk duhet dhe nuk duhet të lejoj dikë tjetër që të futet në mes. Sepse në momentin që kjo lejohet, çdo gjë betejë është e humbur. Zoti tha përpara rënies, tha do të bëj njeriu do t'i bëj një ndihmë sa që i leverdis dhe i bëri grua. Dhe fakti është, jo se Zoti gaboi në krijimin e kësaj ndihme që i leverdis. Çdo gjë ishte perfekte, ishte përsosur. Por ama i dha zgjedhjen e lirë. Dhe unë besoj diçka tjetër, që besoj që është e dukshme edhe në shkrim, qofse në mesin e një çifti lejohet të futet diçka e tretë, ajo do të shkojë të parë. Edhe pikërisht kjo gjë ndodh në kopshtin e Eden te kapitulli 3. Unë po e them këtë, solla një ilustrim, një shembull. E njëjta gjë mund të jetë me shoqërinë, me miqësinë. Ne duhet ta provojmë dhe ta shikojmë vetë se sa e vërtet, se sa i sinqert është ky person, a ka ky interesa përtej shoqërisë, miqësisë apo diçka tjetër. Le të luftojmë pra duke veshur armatimin e Perëndisë për të qenë njerëz të perëndishëm, njerëz që i sjellim lavdë të Zotit.